ka kontaktu kolonel vetën e qani telefon dhe qatë bisedës me të ka ndodhë 2 shpërthime të një pasnjëshme. Duke kaluar rrugës kemi vretur 2 kamion të vendosur në urë, në një urë që ka qenë në anën e djathtë, të cilët kanë bërë blokimin e rrugës. Kemi tentu me kontaktu me dhomën komanduse për dhënë informat në lidhje me blokimin e rrugës, po për shkak se nuk ka pas valë, nuk kanë punu as radiolidhja as telefon. Kemi vazhdu rrugës për me dalë magistrale që lidh Zveçanin me Lëvësaviqen. Me gjetë një teran më të përshtatshëm ku kalon radiolidhja dhe punon telefoni dhe kemi patrullu deri te udhkryqi i fshatit Banjsk me magistrale. Ne kemi dhënë informatën përmes radiolidhjes me dhomën komanduse, ku I kemi informu në lidhje me bllokimin e rrugës. Në ato momente kemi bërë një komunikim në mes kolegësh, ku kemi ndarë pozicionet, konkretisht detyrat, dhe gjatë konsultimit me zyrtarin politor Alban Rashiti, më shtën që të shndërrejtë vetura, ndërsa kanë vazhdu zyrtarët tjerë për kontrollim rreth kamionëve. Rështiri me zyrtarët që ka ardhur në lokacion, gjithsesi kam qenë ka veturat kanë kalu nga ana e majt, ka kontaktu kolonel vetën e qani telefon, ku I kom tregu që ka ardhur patrolla dhe qatë bisedës me të ka ndodhur 2 shpërthime të një pasnjëshme. Kom arrit me I thonë në telefon që ka gjujtje, për shkak se pas shpërthimeve, në çështje sekundi kanë fillu edhe gjujtjet, edhe kom marrë mbrojtje afër motorit të veturës. Gjërsa kolegët e me kanë qenë afër kamionëve, në pjesën ku ka ndodhur edhe shpërthime. Para se me ndodhë sulmi, nuk o mujt me vrejt me diçka të dyshim, për shkak se në pjesën ku kemi qëndruar ne, ka qenë një ndriçim më I madh, ndërsa pjesa e fshatit Banjsk, gjithsesi pjesa e Manastirit dhe Kështëpjaf ka qenë në rësil. Nga kolegët kam dëgju, duke më thirr, nga kolegët Alban Rashiti dhe Mirsat Krezio, më kanë thënë sjellë veturën, se një koleg është plagosur rënd, ishte fjala për rështirin e ndirë afër Bunjakun, pas që ka pas shumë gjujtje në drejtim timin, nuk ka mujt me e sjell veturën, me dërgu veturën afër rështirit, për shkak se vetura është dëmtuar shumë rënd, më është fik vetura, të shtënat që nga momenti I shpërthimit nuk janë dalur asnjë moment dhe ka qenë armatim I rënd që është përdorur kundrejt nesh, po për shkak të errësirës që ka qenë në pjesën e fshatit, nuk kemi mujt me identifiku se çfarë pajisjesh janë përdorur, por ka qenë armatim jashtëzakonisht I rëndë. Më shtën nga kolegu Alban Rashiti që të bëjmë dëmtimin e ndriçimit për shkak se kemi qenë në pozicion të zbuluar dhe se kemi qenë në rrezik të madh për jetë, me që raste kemi fik ndriçimin që ka qenë në atë lokacion. Sulmi në asnjë moment nuk ka pushuar, që nga momenti I shpërthimeve e deri në momentin kur jemi larguar nga lokacioni. Dhe se sulmi në çdo moment I është rritur intensiteti. Ai në zënë befasi? Po, ka qenë prit. Ka qenë prit organizuar edhe menduar mirë. Edhe pse ju keni qenë në zbatim të detyrave zyrtare, mirë po nën thojza, po citojnë thojza, ky sulm a ka qenë I provokuar? Edhe pse ju s'keni, në asnjë mënyrë s'keni vojtë me provoku sulmin, se po them edhe keni qenë në zbatim të detyrave zyrtare. Mirë po nën thojza, a ka qenë I provokuar? Jo.